në studio, nuk e dim arsyen e vërtet. Nuk e dim nëse është në studio sepse i pëlqen si ambient apo ka ndërmend të regjistrojë ndonjë këngë. Më mirë presim të dalë kënga, take you over, se sa ndonjë këngë e re, apo s'do dal asnjëherë. Sa shumë tension. Capital Team nuk kursehet fare kur vjen puna për pushimet e shtrenjta dhe këtë herë ai zgjodhi Mykonos për të harxuar para, por edhe për të bërë qef. Në foto reperi simpatik duket me këtë lloj makine e quajtur ndryshe off-road. Çuditshme në fakt pasi këto kohë është helikopteri që ka hyrë shumë në mod. Alberia Adërgjona i postoi këtë foto në Instagramin e saj dhe na la pa fjalë. Më seksi se kaq nuk e kishim parë ndonjëherë këngëtaren. Mund të themi me plot gojën se gjysha më seksi se Alberia nuk ka. Madje po sfidon edhe Angelinën, vajzën e saj. Gjërat e këqija ndodhin në mënyrë që të shohësh se kush të qëndron pranë në fund të ditës. Kështu shpreh Enca në foton e saj në cilën duket në bagazhin e makinës së saj pas koncertit në Ulqin. Bukurosha e mbyll duke thënë "Keep the fake love shit away", larg nga njerëzit falso. Go Enca. Arbano Osmani me një buongiorno ndoshta po na thosë se po pushon në Itali në një vend të gjelbëruar. Me sa duket po relaksohet në maksimum në pritje të sezonit të ri televiziv.